Kapitulli 7. Disiplina e rrënjosjes së vetvlerësimit të shëndetshëm. Kutia e recetave të gatimit ishte e bukur, e veçantë në llojin e saj. Një kuti kartoni e fortë, me ngjyrë jeshile bari, e zbukuruar me kërpudha të pikturuara me dorë, ishte shumë e kushtueshme për mundësitë tona financiare, por Barbara e fitoi në një fest për ardhjen e foshnjës, dhe ishte e saja, pa asnjë ndjenjë faji. Aq shumë e pëlqente, sa që u shndërrua në nxitjen për të sistemuar një sirtar të mbushur me receta, të cilat gjatë javëve në vijim i rikopjoi me përpikmëri në kartela me përmasa 3x5 dhe i arkivoi me kujdes. Mbasi e përfundoi këtë projekt, ajo e vendosi kutinë në tryezën e kuzhinës, e më pas u tërhoq disa hapa prapa për të soditur lavdinë e saj të gjelbër të ndritshme. E kënaqur pastaj, vijoi me rutinën e saj të përditshme. Dita e saj u ndërpre shumë shpejt dhe gëzueshëm nga disa miq, të cilët e rrëmbyen për një drek ditëlindjeje, duke lënë një nga fëmijët më të mëdhenj të kujdesej për më të vegjëlit. 2 orë më vonë, Barbara me zemër të lehtë hyri në derën kryesore. Njoftoi, erdha unë, dhe e hodhi vështrimin nga tryeza e kuzhinës ku kishte qenë kutia. E alarmuar, ajo gati sa nuk bërtiti. Ku është kutia ime e recetave? Kur Kenti 7 vjeçar, ju afrua me një buzëqeshje të hareshme në fytyrën e tij të ndrojtur. Ai po mbante diçka pas shpinës. Prengarrithte ujë mbi dyshemen me pllaka. Në çast me ligështim, Barbara e kuptoi se ishte kutia e saj e dashur e recetave. Duke e gëlltitur me vështirësi, ajo e pyeti se çfarë kishte pas shpine. Një dhuratë për ty, u përgjigj ai me krenari. Duke i dhuruar asaj një kuti kartoni të squllur pa kërpudha. Kenti e kishte vënë re se sa shumë i pëlqente nënës së tij kutia dhe donte të bënte diçka të këndshme për ditëlindjen e saj. Ai kishte zbrazur recetat në koshat e plehrave te obori dhe makina e plehrave kishte ardhur. Më pas, e kishte larë kutinë në vask, e kishte veshur me letër alumini dhe kishte vendosur 3 thesare në kuti. Një krokodil të çmuar prej plastike të zezë që e kishte mbajtur vazhdimisht me vete, një qindark me njolla dhe një fotografi të atij vet. Kur Barbara pa foton, ai tha: "Mami, unë e di që të pëlqen fytyra ime." Barbara e mbështolli me krah djalin e saj të vogël dhe falenderoi pa mas. Ky ishte një moment shumë i rëndësishëm sepse vështirësitë e hershme të Kentit në të nxënë e kishin shkatërruar aq shumë vetvlerësimin e tij, sa që ai nuk i shikonte të tjerët në sy. Barbara kishte këmbgulur vazhdimisht që ai ta shihte në sy, duke i thënë: "Më pëlqen fytyra jote, Kent." Ne kemi ende kutinë e veshur me letër alumini dhe 3 thesaret e saj. Në fakt, ajo është një thesar i trashëguar familjar, i vlerësuar nga të gjithë, e sidomos nga vetë Kenti. Ky nuk ishte fundi i problemeve të tij të vetvlerësimit, sigurisht, por sot Kenti ka një shtrëngim duarsh të fortë dhe vështrim të syve të kthjellët, të hareshëm dhe tërheqës. Ne ishim më se të vetëdijshëm për rëndësinë e vetvlerësimit dhe punuam shumë për ta zhvilluar atë tek fëmijët tanë. Ne jemi përkrahës të një vetvlerësimi të informuar biblikisht, kur ai kuptohet dhe zbatohet siç duhet.
Në të vërtetë, shkrimet inkurajojnë një vetvlerësim të përkor apo të duhur. Vetvlerësimi i duhur është realist, siç deklaron vetë Bibla. Sepse nëpërmjet hirit që më është dhënë, i them secilit që është mes jush, të mos mendoj më lart se sa duhet të mendoj, por të mendoj në mënyrë të përkor, sipas masës së besimit që Perëndia i ndau secilit. Romakëve, kapitulli 12, vargu 3. Kulti i vetvetes. Në kontrast me këtë qasje biblike, lëvizja laike për vetvlerësimin dhe homologët e saj fetar, të cilët kanë arritur dallimin e dyshimt në jetën moderne amerikane të qenit njëkohësisht politikisht dhe fetarisht të pranueshëm, perceptohen si ilaçi për të gjitha të këqijat individuale dhe shoqërore. Në thelb të grup mendimit të vetvlerësimit është të besuarit me pasion se një vetvlerësim pozitiv është zgjidhje për të gjitha të këqijat shoqërore, publike dhe personale. Komediani që luajti personazhin Pee Wee Herman, kur u arrestua për sjellje të turpshme, u justifikua pjesërisht me opinionin e një studiuesi fetar që pohonte se nuk është masturbimi problemi, por mungesa e vetvlerësimit. Autori thjesht po përsëriste filozofin popullore se sjellja devijuese është dëshmi e një mangësie të vetë imazhit. Kaq i rrënjosur është ky mendim, sa qytetarët në Florida u paralajmëruan kohët e fundit që të bënin kujdes për shkak të një përdhunuesi serial që përshkruhej si një burr rreth të 30-tave, me trup mesatar dhe me një vetvlerësim të ulët. Bindjes se një vetvlerësim pozitiv është një kur universale për shoqërinë, ka marrë shprehjen më doktrinare deri më sot, nga Task Forca e shtetit të Kalifornisë për vetvlerësimin dhe përgjegjësinë personale dhe sociale. Pavarësisht provave shkencore kontradiktore, raporti i Task Forcës arriti në përfundimin se vetvlerësimi është kandidati më i mundshëm për të qenë një vaksinë sociale, theksuar në origjinal. Diçka që na fuqizon të jetojmë me përgjegjësi dhe na imunizon ndaj joshjeve të krimit, dhunës, abuzimit me substancat, shtatzanisë në adoleshencë, varësisë kronike nga ndihma sociale dhe dështimit arsimor. Pranimi jo kritik i kësaj pikpamjeje ka krijuar një industri të madhe vetvlerësimi, e dëshmuar nga ardhja e korporatës së lodrave të vetvlerësimit të lartë dhe nga përhapja e qendrave të kujdesit ditor të vetvlerësimit, ku fjala e keqe nuk flitet kurrë dhe një ceremoni ndarjeje çmimesh mbahet çdo 6 javë. Kështu, sipas planifikuesve social, gjithçka që nevojitet është një injeksion vetvlerësimi dhe rruga është e hapur drejt shenjtërimit social. Versioni fetar i kultit të vetes është besimi i gabuar se dashuria për veten zhbllokon besimin e krishterë, siç shënohet tek Mateu, kapitulli 22, vargjet 37 deri në 40. Jezusi tha: "Duaje Zotin, Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, dhe me gjithë shpirtin tënd, dhe me gjithë mendjen tënde." Ky është urdhërimi i parë dhe më i madhi. Dhe i dyti i ngjashëm me këtë është: duaje të afërmin tënd por si vetveten. Nga këto dy urdhërime varet i tërë ligji dhe profetët. Përkrahësit e lëvizjes për vetvlerësimin e interpretojnë këtë sikur përmban jo 2, por 3 urdhra: duaje Perëndin, duaje të afërmin tënd dhe duaje veten. E treta
dashuria për veten mësohet të jetë çelësi për të tjerat. Ju nuk mund ta doni Zotin ose të tjerët nëse nuk doni veten. Kështu jeta e krishterë moderne bazohet në vetvlerësim dhe jo në përullësi. Ndryshe nga çfarë ishte praktikuar në brezat e mëparshëm. Gabimet e lëvizjes për vetvlerësimin. Atëherë, cilat janë kritikat tona kryesore për lëvizjen e vetvlerësimit? Do të vëmë në dukje 2. Ajo është jo biblike dhe egocentrike. Jo biblike. E meta që bie në sy menjëherë është pohimi i pa bazë se fjalët e Jezusit urdhërojnë dashurinë për veten. Në realitet, ai jep vetëm 2 urdhërime: duaje Perëndin dhe duaj të tjerët. Nëse Jezusi do të kishte nënkuptuar një urdhërim të tretë, ai do të kishte thënë: dhe i treti është urdhërimi duaje të afërmin tënd si vetveten. Thjesht supozon faktin universal që njerëzit e duan natyrshëm veten e tyre. Sepse askush nuk e urreu kurrë mishin e vet, por e ushqen dhe kujdeset me ngrohtësi për të, sikurse edhe Zoti bën me kishën. Efesianëve, kapitulli 5, vargu 29. Jezusi thjesht i urdhëron ndjekësit e tij që t'i duan të afërmit e tyre, po aq sa e duan veten. Prandaj, të lexosh edhe idenë më të vogël se je i urdhëruar ta duash veten në fjalët e Jezusit, duaje të afërmin tënd si vetveten, do të thotë të shtrëmbërosh shkrimin. Natyra jo biblike e vetdashurisë fetare duhet të jetë e qartë për ne, sepse dashuria për veten është ekuivalent i mëkatit në shkrimet dhe jo i virtytit. Pali e nxit Timoteun. Dhe dije këtë, në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira, sepse njerëzit do të jenë egoist, më shumë se perëndidashës. 2 Timoteut, kapitulli 3, vargjet 1-2 dhe vargu 4. Dashuria për veten e devijon dashurinë nga Perëndia. Të krishterët duhet të kujtojnë gjithashtu se personi i parë që lexoi domosdoshmërinë e dashurisë për veten në fjalët e Jezusit, duaje të afërmin tënd si veten tënde, nuk ishte një i krishter, por psikologu i vetshpallur humanist Erich Fromm. Egoist. Njerëzimi gjithmonë është tërhequr drejt fokusimit mëkatar tek vetvetja. Por sot, shumë e promovojnë egoizmin si një virtyt, gjë që e bën atë edhe më mashtrues për ata që tashmë janë ushqyer në propagandën e vetes. Lavdërimi i famshëm nga Shirley MacLaine për egocentrizmin është bërë fusha me lule për turmat. Udhëtimi më i këndshëm që ju do të bëni është përmes vetvetes. E vetmja lidhje dashurie e qëndrueshme është ajo me veten. Kur shikoni pas në jetën tuaj dhe përpiqeni të kuptoni se ku keni qenë dhe ku po shkoni, kur shikoni punën tuaj, marrëdhëniet tuaja të dashurisë, martesat tuaja, fëmijët tuaj, dhimbjen tuaj, lumturinë tuaj, kur i shqyrtoni të gjitha këto nga afër, ajo që vërtet zbuloni është se i vetmi person me të cilin realisht shkoni në shtrat është vetvetja. I vetmi person që realisht vishni është vetvetja. E vetmja gjë që keni është të punoni deri në konsumimin e identitetit tuaj. Dhe kjo është ajo që unë jam përpjekur të bëj gjatë gjithë jetës sime. Mes këngëve joshëse të sirenave të tilla si kjo, nëse duam të kemi ndonjë shpresë se ne ose fëmijët tanë do t'i shpëtojmë tërheqjes gravitacionale
të egocentrizmit të kulturës sonë, ne duhet të refuzojmë në mënyrë kritike të gjitha skemat tokësore të ndërtimit të vetvlerësimit dhe t'i ndihmojmë fëmijët tanë drejt një vetvlerësimi biblik. Në fund të fundit, fati i shpirtrave të tyre mund të varet nga ne që ta bëjmë këtë, sepse vetvlerësimi i laicizuar nxit vetmashtrimin në lidhje me nevojat shpirtërore të dikujt, gjë që më pas mund të çojë në vetshkatrim të përjetshëm. Pra, është e rëndësishme që ne të sjellim një disiplinë biblikisht të informuar në këtë çështje të vetvlerësimit. Disiplinat e vetvlerësimit. Dy disiplina janë të nevojshme për një vetvlerësim të shëndetshëm: një përqendrim i përkor tek vetja dhe një përqendrim mbi zotërues tek Perëndia. Një përqendrim i përkor tek vetja. Një përqendrim i përkor tek vetja është njëkohësisht edhe negativ edhe pozitiv. Së pari, Bibla na informon se ne të gjithë jemi rrënjësisht mëkatar në thelbin e qenies sonë. Radikal vjen nga fjala latine radix, që do të thotë rrënjë. Të gjithë fëmijët, ashtu si dhe prindrit e tyre para tyre, janë të rrënjosur në Adamin e rënë. Shih Romakët kapitulli 5, vargu 12. Portreti i përsosur e i pagabueshëm i çdo shpirti që ka jetuar ndonjëherë është pikturuar nga pali te Romakëve kapitulli 3, vargjet 10 dhe 11. Nuk ka asnjë të drejtë, as edhe një. Nuk ka asnjë që të kuptojë, nuk ka asnjë që të kërkojë Perëndin. Mëkati është aq i rrënjosur tek ne, sa që çdo pjesë e personalitetit njerëzor është e ndotur. Kjo sigurisht nuk do të thotë se të gjithë njerëzit janë aq të këqij sa më s'ka, ose që nuk bëjnë gjëra të mira. Shih Luka kapitulli 11, vargu 13. Por kjo do të thotë që përveç hirit të Perëndisë dhe hireve të disiplinës njerëzore të përcaktuara nga Perëndia, fëmijët natyrshëm do të tërhiqen drejt mëkatit, pavarësisht mashtrimeve të djallit apo miqve të tyre të vegjël të korruptuar. Përfundimisht, nuk është kjo mënyra se si vetvlerësuesit e konsiderojnë njerëzimin në përgjithësi dhe fëmijët në veçanti. Përkrahësit e lëvizjes së vetvlerësimit mendojnë se njerëzit janë natyrshëm të mirë dhe se ajo që u nevojitet më shumë është afirmimi i përgjithshëm i cili do t'u mundsojë atyre të ngrihen në nivelin e mirësisë së tyre të lindur. Në fund të fundit, vlerësimi për veten është një vaksinë sociale. Kjo është arsyeja sepse në disa vende sot, prindrit që kanë një tjetër bindje konsiderohen si reaksionar të rrezikshëm. Por prindrit e krishterë duhet të kuptojnë se fëmijët e tyre kanë nevojë për hirin shenjtërues të Perëndisë në jetën e tyre. Nga natyra, ata janë mëkatar. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se të informuarit shpirtërisht duhet të kenë një preokupim patologjik me mjerimin e tyre. Mbesa jon 2 vjeçare Katerina na zgjoi një mëngjes kur e dëgjuam duke folur me vete e duke përsëritur si thuthuqe: "Unë jam një person i neveritshëm. Jam një person i neveritshëm." Mos, çfarë kishte dëgjuar ajo dhe ku? Por u qetësuam kur zbuluam se mentori i saj kishte qenë teologu i madh Rosaku Donald Duck. Madje dhe shqiptimin thuthuq e bënte një lloj. Këtu
Duhet të themi se është gabim i rënd të quash vazhdimisht fëmijën tënd djali keq ose vajze keqe kur e disiplinon. Në vend të kësaj, duhen vënë në dukje veprimet e këqija. Ti bëre një gjë të keqe ose ke bërë një zgjedhje të keqe. Megjithse është e vërtet që ata janë mëkatar të lindur, djali i keq është një deklarat karakteri. Përdorimi i tepërt i epitetit mund të ketë një efekt profetik tragjik, duke nxitur tek fëmia përfundimin e zymt. Unë jam i keq, prandaj do të bëj gjëra të këqija. Prindrit e mençur mësojnë që të komunikojnë fëmijëve të tyre se janë mëkatar, pa e sulmuar karakterin e tyre ose pa rrënjosur dëshpërim. Arsyeja më e rëndësishme që prindrit duhet i ndihmojnë fëmijët e tyre të kuptojnë mëkatin e tyre është se të kuptuarit e gjendjes së dikujt është i nevojshëm për të kuptuar nevojën e tyre për veprën radikale të Krishtit në kryq dhe për hirin radikal. Siç shprehet me kaq elokuencë Charles Spurgeon, lidhja e parë midis shpirtit tim dhe Krishtit nuk është mirësia ime, por ligësia ime, jo merita ime, por mjerimi im, jo qëndrimi im, por rrëzimi im. Në mënyrë të ngjashme, psikologu i njohur i krishterë Paul Turner ka vërejtur: besimtarët që janë më të dëshpëruarit në lidhje me veten e tyre janë ata që shprehin më fort besimin e tyre në hirin. Ata që janë më pesimist për njeriun janë më optimist për Perëndin. Ata që janë më të ashpër me veten janë ata që kanë besimin më të kthjellët në faljen hyjnore. Shkallë, ndërgjegjësimi për fajin ton dhe për dashurinë e Zotit rriten krah për krah. Ka një hir të madh në anën negative, dhe kjo është veçanërisht e dukshme kur e bashkojmë atë me një fokus pozitiv te vetja, rrënjosur në faktin se i gjithë njerëzimi është krijuar sipas shëmbëltyrës së Perëndis. Shih Zanafilla kapitulli 1, vargu 27. Kini parasysh këtë. Megjithse mund të udhëtoni 100 herë më shpejt se shpejtësia e dritës, duke kaluar yje të panumërt të verdh portokalli në skajin e galaktikës dhe të zbrisni drejt shkëlqimit të zjarrt të vendosur disa qindra vjet dritë poshtë rrafshit të rrugës së qumshtit, megjithse mund të ngadalsoni për të shqyrtuar morinë e yjeve të rinj të nxehtë, të shkëlqyeshëm, midis gazit dhe pluhurit, megjithse dikush mund të vëzhgonte nga afër protoyjet, gati për të dalë nga fshikëzat e tyre të pluhurosura, edhe pse mund të bëhej dëshmitar i lindjes së një ylli, në të gjitha udhëtimet e tij yjore, nuk do të shihte kurrë asgjë të barabartë me lindjen dhe mrekullinë e një qenjeje njerëzore. Sepse një foshnjë e vogël është kulmi i krijimit të Perëndis. Por çudia më e madhe nga të gjitha është se fëmia është krijuar sipas imazhit të Perëndis. Imago Dei. Fëmia dikur nuk ishte. Tani, si një shpirt i krijuar, ai ose ajo është i përjetshëm. Shpirti i tij apo i saj do të ekzistojë përgjithmonë. Kur yjet e universit i nënshtrohen shkatërimit yjor, ai shpirt do të jetojë ende. Të jesh krijuar sipas shëmbëltyrës së Perëndis, për më tepër, do të thotë se ky shpirt ka një ndjeshmëri morale delikate që në fund të fundit mund të përputhet me Perëndin.
Të jesh krijuar sipas shëmbëltyrës së Tij do të thotë që secili shpirt është një krijues, një poet, një person që mund të bëjë vepra të mira kur i krijohet në Krishtin Jezus. Asnjë engjëll nuk mund të rivalizojë as foshnjën më të thjeshtë, sepse asnjë engjëll nuk është krijuar sipas shëmbëltyrës së Perëndisë. Këtu duhet të fillojë vetvlerësimi biblik. Me të vërtetë, të gjithë fëmijët janë krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Psalmi 139, vargu 14. Sa do i mrekullueshëm të jetë ky koncept, vetvlerësimi i fëmijës së përtërirë të Perëndisë shtrihet edhe më thellë, sepse një i krishterë është i dashur dhe i pranuar nga Perëndia dhe ka një status rrënjësisht të ri me Zotin. Ai ose ajo është shpenguar nga Krishti. Jezusi deklaroi se ai erdhi për të dhënë jetën e tij si shpërbles për shpengimin e shumë vetave. Marku, kapitulli 10, vargu 45. Është e qartë se të krishterët kanë një vlerë të madhe për shpëtimtarin e tyre. Fëmijët e Perëndisë janë jo vetëm të shpenguar, por edhe të pajtuar. Mëkati ynë na largoi, por Perëndia ishte në Krishtin, duke pajtuar botën me veten e tij, pa u llogaritur atyre fajet e tyre dhe vuri ndër ne si shërbes fjalën e paqëtimit. 2 Korintasve, kapitulli 5, vargu 19. Ne ishim armiq të Perëndisë, por tani mund ta konsiderojmë veten si miq të Perëndisë të pranuar. Përveç shpenguar dhe pajtuar, fëmia i Perëndisë është gjithashtu i drejtësuar. Shih Romakët, kapitulli 5, vargu 1. Folja greke e përkthyer drejtësuar mbart kuptimin ta llogaritësh dikë si të drejtë, apo ta vlerësosh dikë si të drejtë. Ky status është një dhuratë. Siç ka thënë Alistair McGrath, drejtësimi ka të bëjë kështu me statusin ton në sytë e Perëndisë. Është mënyra se si ne shihemi nga më i rëndësishmi ndër të gjithë të tjerët, Perëndia. Dhe duke qenë se vetvlerësimi njerëzor kushtëzohet nga mënyra se si besojmë se na shohin të tjerët, drejtësimi ynë është një shtyllë kryesore në vetvlerësimin pozitiv biblik. Së fundi, fëmia i Perëndisë është i shpëtuar. Shih Veprat kapitulli 4 vargu 12, kapitulli 13 vargu 26, Efesianët kapitulli 1 vargu 13, Hebrejve kapitulli 1 vargu 14. Fjala biblike për shpëtimin ka një kuptim të dyfisht: shpëtim dhe plotësi. Të qenit i shpëtuar nga Perëndia sjell plotësi. Para Krishtit ne ishim të paplot dhe mëkati e shtrembëroi imazhin e Perëndisë në ne. Por shpëtimi ndikon në ripërtëritjen e imazhit të Perëndisë, pajtimin e shpirtit ton me Perëndin. Duke i bashkuar të gjitha bashk, ne shohim se vetvlerësimi i duhur i fëmijës vjen nga një fokus i dyfisht që është njëkohësisht negativ dhe pozitiv. Një fëmijë duhet të kuptojë se ai apo ajo është një mëkatar, i gjithë personi i të cilit është i ndotur nga mëkati dhe prandaj do të priret drejt mëkatit pa hirin e Perëndisë. Mëkati vjen natyrshëm, por një fëmijë është bërë gjithashtu sipas shëmbëltyrës së Perëndisë dhe është kulmi i krijimit. Aq më tepër
nëse fëmia është besimtar. Fëmia është i pranuar në mënyrë të përsosur nga Perëndia, i shpenguar, i pajtuar, i drejtësuar dhe i shpëtuar. Joan McGrath dhe Alistair McGrath tek dilema e vetvlerësimit tregojnë se baza objektive e vetvlerësimit qëndron në realitetet e shpengimit, pajtimit, shpëtimit dhe drejtësimit. Një përqendrim i duhur në Perëndin. Kur kemi rrënjosur një vetë përqendrim të përkor të fëmijët tanë, ne kemi bërë një hap të madh drejt vetvlerësimit të duhur biblik. Por kur kjo shoqërohet me një përqendrim të duhur te Perëndia, ai merr për masa të plota biblike. Birësimi, atësia e Perëndisë, na tregon jo vetëm që ne bartim imazhin e Perëndisë si bi natyral, por që si besimtar jemi birësuar si fëmijët e tij me të gjitha të drejtat që nënkupton një status i tillë. Ne jo vetëm jemi krijuar nga Perëndia, por edhe jemi zgjedhur gjithashtu për të qenë pjesë e familjes së tij. Një dëshmi e të qenit familje është prirja për ta quajtur atë babai më i dashur, Aba, Atë. Sepse ju nuk keni marrë një frymë skllavërie që të keni përsëri frikë, por keni marrë frymën e birërisë, me anë të së cilës ne thërrasim Aba o Atë. Vetë fryma i dëshmon frymës tonë që jemi bi të Perëndisë. Romakëve kapitulli 8, vargjet 15 dhe 16. Sa lartësues është birësimi me dashuri për vetvlerësimin e dikujt. Prejardhja. Njerëzit natyrshëm priren ta përfitojnë vetvlerësimin e tyre nga prejardhja. Fëmijët e tregojnë këtë kur mburren: babi im është më i fortë se i yti. Një krenari e ngjashme për prejardhjen shihet në atë se sa shumë përpiqen njerëzit për të ruajtur traditat e tyre etnike. Por si besimtar, ne kemi lidhjen më të fortë familjare. Për sa i përket prejardhjes toksore, nëse jemi bij të besimit, atëherë Abrahami është ati ynë. Për sa i përket prejardhjes qiellore, ne jemi lindur nga Krishti. Gjoni kapitulli 3. Babai im është Perëndia. Tani kjo është origjina më e lartë. Trashëgimia. Shumë të tjerë e lidhin rëndësinë e tyre me trashëgimin, që do të marrin një ditë. Kjo është arsyeja pse njerëzve u atërheqin vëmendjen mbi emrat si DuPont dhe Rockefeller. Por bijtë e Perëndisë u ahalojnë të gjithë këtyre, sepse ata janë bashkëtrashëgimtar të Krishtit. Romakëve 8, vargu 17, siç lexojmë tek Efesianëve kapitulli 2, vargjet 6 dhe 7. Perëndia na ringjalli bashkë me të dhe na vuri të ulemi bashkë me të në vendet qiellore në Krishtin Jezus, që të tregojë në kohët që do të vinë pasurinë e pamas të hirit të tij, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus. Bijtë e tij janë trashëgimtar të vetë universit dhe parajsës përtej. Vetvlerësimi, ne jemi bijtë e mbretit dhe nuk duhet ta harrojmë këtë. Kujdesi atëror. Së fundi, ekziston kujdesi i butë atëror, që nënkupton atësia. Perëndia përmes birit të tij ka vuajtur gjën më të madhe për bijtë e tij. Mendoni pra, çfarë do të thotë kjo në lidhje me kujdesin e tij të përditshëm? Ai që ka dëgjuar britmën tënde nuk do ta mbyll kurrë veshin e tij.
Ai që ka shënuar pësherëthimën tënde më të dobët, nuk do ta harroj lotin tënd. Merrni parasysh rrjedhojat e atësisë së Perëndisë. Bijtë e tij mbartin imazhin e tij, ngjashmërinë e tij. Bijtë e tij janë birësuar, sepse ai i konsideroi ata me një vlerë të madhe. Bijtë e tij kanë një prejardhje, një emër që nuk ka të dytë. Bijtë e tij janë trashëgimtar të universit dhe qiellit përtej. Bijtë e tij janë objekt i kujdesit të tij atëror. Këto të vërteta së bashku përbëjnë fokusin e duhur tek Perëndia për fëmijën e Perëndisë dhe sigurojnë një bazë të fortë për vetvlerësimin. Disiplinat e vetvlerësimit. Programet vetëndihmuese të vetvlerësimit nuk do ta bënin dot kurrë këtë. Ti bësh njerëzit të ndihen mirë me veten, nuk do ta bënte dot këtë. Shfuqizimi i notave jo kaluese nuk do ta bënte dot këtë. Lodrat e vetvlerësimit nuk do ta bënin dot këtë. Ceremonitë e dhënies së çmimeve nuk do ta bënin dot këtë. Sloganet si ta dortrokasim veten nuk do ta bëjnë dot këtë. Thirrjet për të festuar veten nuk do ta bëjnë dot këtë. Terapia kognitive nuk do ta bëjë dot këtë. Terapia me klientin në qendër nuk do ta bëjë dot këtë. I vetmi burim solid për një vetvlerësim të shëndetshëm është përqendrimi i disiplinuar tek vetja dhe përqendrimi te Perëndia sipas mënyrës që Bibla ofron, të cilat mund të përmblidhen në këtë mënyrë. Fokusimi tek vetja. Unë jam i keq, unë jam i mrekullueshëm, unë jam i pranuar. Fokusimi tek Perëndia. Unë kam një baba. Sot, fëmijët tanë kanë një vetvlerësim të shëndetshëm, por kjo nuk është për shkak se ne i mësuam sistematikisht mbi hollësitë e temës tani, fëmijë, parimi i parë Imago Dei është. Përkundrazi, kjo ndodh sepse Bibla na ka informuar se kush ne jemi dhe kush janë pasardhësit tanë. Ne i zbatuam parimet biblike si pjesë e një mënyre të jetuari, të disiplinuar dhe sipas rrjedhës së jetës. Së pari, unë jam i keq. Çfarë bëm ne për të rrënjosur te fëmijët tanë një të kuptuar të duhur të mëkatshmërisë së tyre? Së pari, ne nuk nguruam të etiketojmë veprimet e fëmijëve tanë si të këqija ose të mira. Ne nuk ju dorëzuam presionit kulturor për të shmangur deklaratat morale. Me fjalë të tjera, ne e quajtëm mëkatin mëkat. Megjithse, ishim shumë të kujdesshëm që të mos përmendnim vazhdimisht epitetin djali keq ose vajze keqe, që sulmon karakterin e tyre. Efekti pozitiv i të quajturit mëkat, atë që është i tillë, siguron një kornizë të qartë morale, nga e cila fëmijët tanë mund të shohin nevojën e tyre për hirin e Perëndisë. Së dyti, ne nuk e mohuam përgjegjësinë individuale të fëmijëve tanë për mëkatin e tyre, duke fajsuar shoqërinë, një arsyetim i zakonshëm laik, ose djallin, një akrobaci e zakonshme ndër të krishterët. Në këtë fushë, fëmijët ndonjëherë janë më të mençur se ne, si ajo vajza e vogël që pati një grindje të tmerrshme me të vëllain. Kur nëna i ndau nga njëri tjetri, tha: "Pse le djallin të fusë në zemër t'i shkullësh flokët vëllait tënd dhe ta godasësh me shkelm në këmbët?" Vajza e vogël
u mendua për një moment dhe tha: "E po, mbase djalli ma futi në kokë që t'ja shkull flokët vëllait, por që t'i shkelmoja këmbët ishte ideja ime." Kjo vajzë e vogël çapkëne kishte një ndjesi shumë të mirë të përgjegjësisë individuale, një bekim as pak i vogël në këtë botë që e mohon fajin. Së treti, ne i disiplinonim fëmijët tanë kur bënin gabim. Ne nuk ishim të shtrënguar apo tepër të zellshëm për këtë, por ishim të qëndrueshëm. Kjo u mësoi fëmijëve tanë se mëkati ka pasoja. Përsëri, ky është një hir thelbësor në një kulturë vetë justifikuese dhe fajmohuese. Së katërti, ndërsa fëmijët tanë rriteshin, ne i njohëm ata me realitetet biblike të Romakëve 3 dhe tekste të tjera përkatëse në lidhje me mëkatshmërinë e njerëzimit. Fëmijët në përgjithësi kuptojnë më shumë se sa prindrit mendojnë, dhe ky kuptim do t'i hap ata më tej ndaj hirit. Së dyti, unë jam i mrekullueshëm. Ka arsye të forta që fëmijët e Perëndisë të kuptojnë se janë qenie të mrekullueshme. Ata janë bërë sipas shëmbëltyrës së vetë Perëndisë dhe si të tillë përfaqësojnë kulmin e krijimit të tij, duke qenë edhe më të mrekullueshëm se ëngjëjt. Secili fëmijë është një qenie e pafundshme me ndjeshmëri morale dhe një person unik i aftë për t'i dhënë lavdi Perëndisë. Sigurisht që ne nuk kishim nevojë për inkurajim për të menduar që të vegjëlit tanë të dashur ishin të mrekullueshëm. Por kuptimi i realiteteve biblike e përmirësoi zbatimin ton në praktik të vlerës së tyre. Ne u përpoqëm t'ua kujtonim fëmijëve tanë se ata ishin krijesa unike nga dora e Perëndisë. Ne zbuluam se është e mundur ta festojmë këtë veçanti në lutjet, që nga ato para vakteve e deri para gjumit. Çdo fëmijë duhet të indoktrinohet me realitetin shpirtëror marramëndës të ekzistencës së tij apo saj. Është e rëndësishme që t'i lavdëroni fëmijët sa herë të jetë e mundur. Jo pa dogan, por bujarisht. Është një gabim i kushtueshëm të jesh do shtrënguar me lavdërimet, duke i dhënë ato vetëm për arritje të jashtëzakonshme, ndërsa imagjinon gabimisht se vetëm atëherë lavdërimi im do të jetë vërtet i vlefshëm. Lavdërimi i sinqert do të vlej për diçka, dhe fëmijët kanë nevojë shumë për të, që të zhvillojnë një vetvlerësim të përkor. Është veçanërisht e rëndësishme të lavdërohen cilësitë e karakterit dhe aktet e bujarisë dhe dashamirësisë, si edhe arritjet e vogla. Është po aq e rëndësishme të bëni kujdes që të mos bëni dallime mes fëmijëve. Favorizimi hedh poshtë deklaratën e prindërve se secili nga fëmijët tanë është i veçantë. Një numër jo i vogël njerëzish janë përballur me vështirësi në vetvlerësim deri në ditën e tyre të vdekjes, për shkak të favorizimit të prindërve të tyre. Krahas kësaj, ne kemi bërë përpjekje të vetëdijshme për të rrënjosur nderimin e ndërsjellë mes fëmijëve tanë. Ndaloheshin nofkat poshtëruese dhe fyese. Fëmijët tanë nxiteshin që t'i festonin arritjet e njëri tjetrit, kështu që ata u bën nxitës dhe tifoz të njëri tjetrit, një fenomen që me kënaqësi shohim që ka mbetur edhe në moshën e tyre madhore. Një prind i mençur do të kuptojë se respekti ndaj vëllezërve dhe motrave është thelbësor për zhvillimin e vetvlerësimit të mirë.
Një copës tjetër mençurie thelbësore në lidhje me vetvlerësimin është që të kujdeseni shumë për t'i përfshirë fëmijët tuaj në aktivitete në të cilat ata mund të kenë realisht sukses nëse përpiqen. Të gjithë e dinë se të këmbgulësh që një fëmijë 2 vjeçar të lidh këpucët është e paarsyeshme dhe personalisht dëmtuese. Në mënyrë të ngjashme, të kërkosh që një fëmijë jo muzikal të bëhet një pianist i kompletuar, ose që një fëmijë as pak atletik të futet në ekipin e basketbollit, mund të bëjë një dëm të jashtëzakonshëm për vetvlerësimin e tyre. Logjika e shëndosh na thot se ne duhet i sfidojmë gradualisht fëmijët tanë brenda aftësive të tyre në rritje. Prindrit e mençur do t'i përfshinin gjithashtu fëmijët e tyre në disa aktivitete që nuk janë konkurruese, të tilla si peshkimi, koleksionimi i pullave ose gatimi, për të përmendur disa. Së treti, unë jam i pranuar. Kur Barbara merrte në duar fytyrën e ndrojtur, të pasigurt dhe të ëmbël të djalit ton dhe thoshte, "Më shiko, më pëlqen fytyra jote." Ajo po afirmonte vlerën e tij, duke i thënë se ai ishte i dashur dhe i pranuar. Në mënyrë domethënëse, ajo po shërbente dhe si hije e dashurisë dhe pranimit që Perëndia u jep bijve të tij shpirtëror. Pranimi ynë ndaj fëmijëve tanë ishte i pakushtëzuar. Ne nuk lejuam që pranimi të mbështetej në bërjen dikushi të një fëmije, ose në arritjen e diçkaje për të cilën e kishim shtyrë ne. Ky është gabimi që bëjnë kaq shumë prindër në kulturën e sotme të motivuar nga suksesi, pasi me vetdije ose më shpesh në mënyrë të pavetdijshme, ata e kushtëzojnë pranimin e fëmijëve të tyre me arritjet. Një nxënës i shkëlqyer pranohet më shumë se një fëmijë që merr nota të ulta. Fëmia që merr rolin kryesor në dramën e shkollës ndjen pranim më të madh se vëllai që ishte drejtues i skenës dhe në jetën e mëvonshme, fëmia që ja del me sukses konsiderohet më lart në krahasim me atë që mezi ja del. Kjo nuk është as rruga e Zotit dhe as rruga e urtësisë. Fëmijët tanë duhet të pranohen të gjithë në mënyrë të barabartë. Në marrëdhëniet familjare, një shenjë kryesore e pranimit është afrimiteti. Ne nuk kemi qenë të kursyer për një afrimitet të madh me fëmijët tanë. Për fëmijët nuk mund të ketë kufizime në përqafimet dhe puthjet prej të dyve, prej mamit dhe babit. Kur fëmijët tanë ishin të vegjël, koha e tregimeve dhe koha e gjumit ndonjëherë dukeshin si përleshje në grup. Dhe afrimiteti mes nesh ka mbetur ndër vite. Babai madje merr puthje her pas here edhe nga djemtë e tij. Mbajeni këtë në zemër. Afrimiteti është mjeti me të cilin prindrit shprehin pranimin. Së katërti, unë kam një baba. Rëndësinë e ndjesisë së atësisë së Perëndisë nuk e teprojmë kurrë duke e theksuar. Disa thonë se fakti paralel i adoptimit hyjnor është ndër doktrinat më shëruese. Duke e kuptuar këtë, ne u flisnim lirisht fëmijëve tanë për atësinë e Perëndisë. Ne u përpoqëm ta shfaqnim këtë në veprim, ndërsa imitonim me vetdije modelin hyjnor të zbuluar në shkrimet, dhe ne përqafuam impulsin e dhënë hyjnisht për të lutur shumë i dashur jatë në lutjet tona. Urtësia hyjnore na thoshte se ndjenja e atësisë son kozmike
kishte të bënte më shumë me vetvlerësimin e duhur. Fokusi i përkohur te vetja dhe furnizimi i përqendrimit te Perëndia mund të rrënjosen përmes disiplinave të duhura. Ato përfshin 4 parime kryesore të vetvlerësimit. Unë jam i keq, unë jam i mrekullueshëm, unë jam pranuar, unë kam një baba. Kjo është urtësia e Perëndis. Është mënyra siç duhet jetuar, prindëruar dhe vdekur. Për të menduar. A është vetvlerësimi, vlerësimi për veten, i mirë apo i keq? Çfarë thot Romakëve kapitulli 12 vargu 3 për këtë? Cilat janë gabimet e lëvizjes laike të vetvlerësimit? Çfarë lidhje ka ndërgjegjësimi për mëkatin personal me një vetvlerësim të përkohur, të duhur? Çfarë lidhje ka qenia jonë e krijuar sipas shëmbëltyrës së Perëndis me një vetvlerësim të përkohur? A ju duk i dobishëm përvijimi unë jam i keq, unë jam i mrekullueshëm, unë jam pranuar, unë kam një baba? Si mund t'ua transmetoni këtë fëmijëve tuaj?